mund të ishte një ditë e bukur me diell? Është e pabesueshme. Kur jam me të, gjithmonë futem në telashe. Sikur t'i tregoja shoqeve çfarë po më ndodh tani. Nuk do të më besonin kur. E di çfarë, Lucia? Çfarë? E vërteta është se pak më parë në plazh, më sollën ndërmend atë Shikoni vajzën për të cilën të kam folur. ndihni direkt këtë film serial në Shqip kinema, sepse faqet tjera vetëm ndjekin filma dhe serialet tona dublim në Shqip. Por ama, nuk mund të jesh ti. Në fakt është diçka shumë absurde. Çfarë mund të mendoj edhe unë? Më vjen keq, ndonjëherë them gjëra pa kuptim. Oh, të lutem, mos bëj kështu. E je i marr. Ti nuk e di as se çfarë është dashuria. Je dashuruar me një vajzë vetëm duke dëgjuar zërin e saj. Nuk e kupton që je duke ndjekur një iluzion, se nuk e pranon faktin që ajo vajzë nuk ekziston. Oh, Kaito, mjaft. Po më frikson. Po ta përsëris. Duhet ta harosh atë vajzë. Je një i marr, duhet të mësosh të jetosh realitetin dhe jo të kapesh pas një ëndre. Vetëm kështu do të zbuloje. Përse më trajtoj kështu, nuk e kuptoj. Duhet të jem e lumtur për atë që ndodhi, por në fakt jam e turbullt. Dhe nuk arrit të ndaloj dot së qari. Lucia,